Jam nuse në familje të madhe, thot kunati me familje, dhe vetë, më thonë me gruën e vetë, më bëjnë zullum, më urejnë së më dëshirojnë shpi. Prej fatkeqësive, e thamë me plot përgjithësi, prej fatkeqësive më të mëdha të kësaj kohe, të këtij zamani, është budallakia e shqiptarëve me nejt në familje të mëdha, me kunet, me kunata, me vllazni, me motra, me migjallar. Keni kujdes, ka shku ajo kohë. Tash ti mundesh me thonë, çish po thua që ti po nxit me ndanu. Si të bën dy nuse me një shtëpi ndanu. Ndanu me rahatoni gjithë secilin. Ani mos i lëni prindrit vetëm. Respektoni, merrni njëri, bëni një zgjedhje për prindrit. Ama para mendo, kjo është martu të marrë me burrën e vet, tash kjo ka sikletin pe kunatit e pe kunatës, se është ai më i vjetër dhe ajo është më e vjetër. Ata kanë fëmijë më të mëdhenj, ndoshta edhe anën ekonomike kanë më të fortë, ndoshta në shtëpi janë ata që vendosin ata në bosat e shtëpisë. Tash kjo njerë gajlen e vjerrive, gajlen e fëmijëve, gajlen e burrit, du të me bajt e gajlen e kunatit. Danu, e shifni që s'po shkojnë sanë, danu. Pastaj sa njerëz në konsultojnë me neve, mos kemi magji në shtëpi, s'keni magji, po budallaki keni. Kërkoj falje. Ma bëni halal se po tensionohen, po nxehen, por atë disa rastet janë të tilla që i alon, Allah na ka bën neve dikush diçka, kërkush ju ka bën trunë juj. Ti e motor nuk i kur far përgjithësia as ndaj kunatit as ndaj kunatës. I kryen obligimet punët tua të cilat në qatë bashkallëk, në qatë kallaballëk të kanë obligu edhe veç jepi llogari burrit tan. Edhe veç me burrin tan me roski nevojë më marr me kunatin e me kunatën. Kryj punët, ha buk, kryj shërbimet rrin dhomën tane. Veç mos mu konfrontu, mos mu ballafaqu me ta. Këtu ka hiset fajt vjeri nëse është gjallë, që është i zoti i shtëpisë, ka hiset fajt edhe burrit. Unë jam kundër këtyne kallaballëkave, me shku me rrejt gjyks plaki. Në shtëpinë tanë alojen 50 veta, zguxojnë mu lujt. O ti, o insan, jem batufos, i ke po 70 vjet. Qërë që kanë të ek rejat atje, që kanë të ek nipat e mesat, ti aty veç mu livdu para halkut. Ki frikë Allahun azza wa jall. Andaj, kjo është gabim. Allahu na përmirësoft.